Flet për herë të parë nëna Violan Braçellarit, autorit të vrasjes efektivit të policisë Enea Mekolli dhe plagosjes efektivit tjetër Edison Adri. E pyetur nga gazetarët lidhur me ngjarjen, Berdane Braçellari ka treguar si dëshmitare okulare versionin e saj mbi mëngjesin e datës 4 qershor. Sa më ndjali aty, kur i shikoj unë, erdhën këta, po më mirë të kisha dalë, më poshtë që t'ja u tregoja më mirë vendin. Erdhën këta, thash, djale, erdhën tash. Djali që aty doli dhe që ka hedhur nga dritarja e viçave në fund stajës. Atje e priste polici tjetër. Tash i vendi është, po doni vemi ta tregojmë. Vendi është i del nga dritarja dhe i ikën lart se ashtu është vendi se s'kishte ku të mbrose. Po të delte në krah, do delte me policin ballë për ballë. Del lart atje i bie polici. Në moment që polici i ka rënë më përpara. Pastaj ka quar, se ajo gjithmonë as policia, as gjifare. Nuk tha as e dorëzoi uni, as e jemi policia, ajo ishte fshehur në cep, t'ja u tregoj atje ku ka rënë. Djali im kalon lart, atje pastaj qellojnë që Violanti me mua jo se rrinte, se Violanti ishte dënuar 10 vjet. E Violanti nuk më rrinte mua këtu, vinte thjesht në jetë që tante bu. Në mal, vetëm në mal. Çan llafe nuk kemi dëgjuar. Më vjen shumë keq. Unë e kam thënë që atë, edhe djali im kishte vdekur. Se nuk ka faj, as djali im, as edhe ajo është i urdhëruar, ose i rrvet nga rroba e tija. Po që ajo të kishte bërë këtë gjë, ti thoshte ndal. Më vjen shumë keq, zëre se më ka vdekur djali im. I thoj asaj familje se më vjen keq dhe për atë, se nuk e njoh as nenën, as baban, as djalin. Më vjen shumë keq. Jam edhe unë me ata. Më vjen se të dhaj djalë. Se nuk e njoh, nuk më njeh. Thjesht detyra tia. Vetëm i vinte i natë, se thoshte të dënojmë 10 vjet për 2 gram hashash. Unë nuk shkel, edhe hashash e nuk u gjend në shtëpinë time apo në makinën time, po u gjend në shtëpi braktisura. Ata kishin halë në sy, more. Halë në sy, në çdo vend, kontroll nga të katëran, kur doje që delte djali, do t'i bëni kontrollin për makinat e të katëran.